4 Korrik. Një zgjedh lirie. Ejani tek unë, se zgjedha ime është e mirë dhe barra ime është e lehtë. Mateu 11, 28 dhe 30. Zgjedha është një strukturë prej druri që vendoset mbi qafën e qeve ose të kafshëve të tjera të forta, duke i lidhur ato së bashku për të tërhequr një ngarkesë të rëndë. Qëllimi i zgjedhës është që ta shpërndaj peshën në mënyrë të barabartë në të dy anët, duke bërë të mundur që kafshët të ecin duke mbajtur atë. Jezusi e përdor këtë ilustrim për t'u ofruar atyre që mund ta ndjekin atë, mundësinë për të gjetur liri të pashoqe në zgjedhjen e tij. Me ftesën e tij për të marrë zgjedhjen e tij të mirë dhe të lehtë, Jezusi bën dallimin mes tij dhe fesë, me barrën e saj të rëndë të rregullave dhe udhëzimeve. Farisejt e kohës së Jezusit ishin të fiksuar për të bërë atë që ishte e drejtë. Jo vetëm që përpiqeshin ta zbatonin ligjin e Perëndisë, por kishin shtuar edhe një numër të madh rregullash nga ana e tyre. Detyrime dhe pritshmëri të tilla, të krijuara nga njeriu, shkaktojnë barë dërmuese, duke thënë vazhdimisht: "Hajt pra, përpiqu më fort. Hajt pra, bëje këtë." Në mënyrë figurative do t'ja rëndonte qafën kujt do. Mirë po zgjedhja e Jezusit është e ndryshme. Të jesh në zgjedhjen, autoritetin e Jezusit nuk është një barë, është një kënaqësi. Si ka mundësi? Ekziston një liri të cilën e gjejmë në Krishtin. Jo një liri për të bërë atë që duam, por një liri për të bërë atë që duhet. Meqense prej natyre nuk mund ta bëjmë atë që duhet, ne jemi në zgjedhjen e dëshirave tona. Ndjekja e atij shtegu na premton shumë, por na jep pak. Ne kemi nevojë për dikë, Jezusin, që të na çlirojë nga skllavëria jonë ndaj mëkatit, që të mund të jetojmë në liri dhe në bindje ndaj vullnetit të Perëndisë. Të bëhemi njerëzi që u krijuam për të qenë. Prandaj, urdhërimet e Krishtit janë ligji i përsosur, ai i lirisë, dhe kështu, ata që u binden atyre, do të jenë të lumë në atë që bëjnë. Jakobi 1:25. Jap se shpallim me gëzim. Jezusi është Zoti im. Ky është identiteti i tij. Dhe për shkak se ai është Zot, kur reagojmë ndaj ftesës së tij dhe marrim zgjedhjen e tij mbi supet tona, ne përqafojmë një detyrim të sapo gjetur për të jetuar të lirë në vullnetin e tij të përsosur. Çështjet e moralit, të seksualitetit, të biznesit dhe të familjes, të gjitha këto gjëra dhe të tjera si këto, mblidhen në zgjedhjen e Zotit Jezu Krisht. Atyre që ende ndihen të lidhur pas një peshe të rëndë, qofshin ato rregulla të pamundura për t'u zbatuar, qofshin dëshira mëkatare, Jezusi u bën ftesë për të ardhur tek ai dhe për ta lënë atë që t'i heqë këto bara. Sot ke nevojë që ta dëgjosh këtë. Ku po përleshesh me mëkatin? Ku po i konsideron urdhërimet e Zotit si të rënda? Në ç'mënyra mund të jesh duke luftuar kundër udhëve të tij? Dëgjoja atë sërish tek të thotë: "Eja tek unë jam i përulur, unë jam zemërbut. Barra jote është aq e rëndë, sa që mundesh të vdisja në kryq për ty, dhe këtë e bëra me dëshirë. Eja në zgjedh bashkë me mua. Barra ime është e lehtë."